shtit. Kështu që ne nga do që të sillemi për këtë ingranazhin që vë në lëvizje të tërë këto mekanizmat e tjera, të tëra shigjetat na çojnë në të njëjtën edhe der. mjekët janë korruptuar nga ingranazhi i shtetit. Jo, mos e merr, stash mjekët tani do qëndrojmë. Një sekondë tani. Të lutem, mjeku e ka bërë instalimin? Jo, nuk e ka bërë. Mjeku e ka bërë tenderin? Jo. Mjeku ka dhënë të garantoj, mjeku a është pyetur ose a është dëgjuar mjeku çfarë kushtesh duhet të plotësoj salla, çfarë duhet të plotësoj animatori, unë ua garantoj ose ua sjell me fakt konkret. Po të kundërshtojmë për ta bërë me debate dhe me njerë. Të lutem, të taksoj. Pse mjekët nuk ngrihen për këto gjëra, po për shkakun ngrihen për rrogat e tyre të na rriten rrogat. Po për këto kushtet e punës janë më të rëndësishme. Erion, të jap një rast konkret. Kush do ngrihet, pacientët do ngrihen? Erion, të jap rast konkret. Kur u sol gjoja për të inspektuar pseudo-inspektim Spitali Ditori Onkologjikut, kur që bërë ajo kozmetika e famshme, personeli vetëm që shprehu mendim ju kërkuat nesër me ndorheqja. Po, ja, këto të thuen këto, pse s'thuen këto? Okej. Pse këtu është problemi të thuen. Po të thuen pra? Të thuen. S'është problemi të këtë thëna. E dëgjuar është problem. Në 20 vite pune që punoj në spital, për mua kjo quhet një ngjarje më e rëndë që mund të ekzistojë. Në me thënë të mos kesh drita dhe nuk po marrim pjesën e lidhjes aparaturave me energjinë elektrike, por dhe thjesht një infermier se çfarë paniku ka kaluar në ato qaste, kur është duke i matur një parametër jetësor, kur është duke manipuluar me atë njeri, me atë pacient, mendoni se çfarë ka kaluar. Dhe unë them që këto nuk janë detyrat e mjekëve dhe të stafit mjekësor për t'i rregulluar, për t'i korrigjuar, por për ta ngritur zërin sigurisht që janë. Pra, këtë po i thosha edhe unë Dianës. Sepse në asnjë vend të botës që ne i quajmë standarde minimale, ato standarde qesharake këtu në Shqipëri, infermieris të prek me dorë nëse nuk i ka të gjitha kushtet aty, nuk i ka qoftë deri ke dorezat që tek ne punohet pa doreza. Nuk po flas vetëm për QSU-tën, po flas në përgjithësi në të gjithë Shqipërinë, ku unë takoj infermier pafund dhe të gjithë ankohen për kushtet mizerabël dhe ekstreme që punojnë këto infermier, pa i siguruar në radhë të parëmjetet më kryesore. Por ajo që unë do të thoja, dhe unë jam shumë e tronditur, madje djali im më tha, mami shiko çapo jep televizori, jam tronditur dhe kam ngelur pa fjalë dhe kam thënë sigurisht mirë pacientët, sepse dhe pacientët ne për ato punojmë dhe për ato ngrihen spitalet, për ato i ndërtojnë gjithë struktura, por që edhe personeli shëndetësor ka kaluar një panik të jashtëzakonshëm, që unë mund ta them edhe me pasoja të rënda në psiqikën e tyre. Sepse unë e kam provuar, ju thatë që nuk kanë hikur asnjëherë dritat, unë mbaj mend shpesh që dritat kanë hikur në QSU-t. Kanë hikur më se herë kanë dash? Nuk po flas kohët e fundit. Nuk kanë hikur në këtë mallësi. Kanë hikur shpesh sa unë si kryeинfermiere gjithmonë gjën e parë që thoya infermierëve dhe i keni marrë në dorëzim qërinjt, që të paktën të kishim qërinjt në dispozicion. Keni shkrepsen, me thënë mendo çfarë diskutojmë ne dhe ku jemi ne.